Po nëse valla s'po dojmë këtu me participu, ulmi merë me vesh edhe e gjejmë një rrugë zgjidhe dhe shkojmë zgjidhe. I hapëm rrugë procesin. Tasha shkojnë dyat përbashkëta, mund shkojmë ma herët me ato, këto tjerët. A menoni që është e realizueshme mu po dy parë zgjedhje pas parasysh që çto si vjetë kënë zgjedhjet ma të këqija që ma shumë se 10 vjetë të na? Që tash, ju e dini që na kemi pas raste kur jenë majtë dy parë zgjedhjet për një herë, jenë bajgit komplikume, jenë ma shumë me probleme për me mujtë moralizu, por nuk jenë pamundshme. Jo, pamundshme s'është, po si vjetë kemi pas ramit standardit, kemi vjetë pak ma shumë vota, kemi pak ma shumë vonesa. Tash më opinioni publik e din kush ka vjedh, këto kanë qenë publike kush ka vjedh votën, kush e ka kishë përdor votën. Tjetër që prokuria dhe instancat tjera relevante, ande se kanë thonë fjallën e vetë, nuk e di nëse kanë njësë time tila, edhe ti ku mund të kënë shku të procese. Nëse si vjetë kanë qenë matë këqia zgjedhjet, llogaritën e tash nëse duhesh me votu 10 kandidat për deputet, ma ne e kini flet votim tjetër për një kryetar të komunës, ma ne e kini flet votim tjetër për asamblejist. Është proces ma i komplikum, nuk do t'ishte mirë me ndodhë. O thoni që s'është mirë. Nuk do t'ishte mirë, po nuk është i pamundshme. Jo, pamundshme s'është kjo. Mund të realizohet. Nevojitet pak një angazhim më i madh dhe mund bëhet si proces, s'ke qa me bo. Mirë, nëse mbledhjet partisë po vini me konstatimin që veni s'është në krizë, se di 600 milion euro të BE-s jam pezull, një pjesë, 1% e tyne një 7 milion jënë hub krejt. Rryma është ka shtrejtohet, produkte tjera elementare kanë me vazhdu mu shtrejtu, 10 agjencit pavaruna që duhet mi raportu ku vendit nuk i raportojnë, buxheti s'ka me mujtë mu rishiku, krejt projekte që s'realizohen kanë me dështu, komunat kanë me met keq, e dini edhe vetë për shkak të lasheve që i keni me kontrat kolektive, e vërteta është që krizë për buks kemi halja, po edhe bashkëpunë të mirë si janë. A ka naj problem, ose a ka naj e para projekt që juve, ose me sankcione, ose në munges të kontratave kolektive ju blokot, edhe dyta, a e trajtonim parti që të blokot a heq? Që ne, edhe njere po kthejnë ato ku thash ma heret. Kjo çështje blokade nuk është e subjektit tonë politik. Ne jem të e bumë maksimumin, dhe angazhimi jonë është për me zhbloku procesin. Por ne nuk mundemi të vetëm të zhblokojnë procesin. Prandaj, përgjësia jonë është normale, konform potencialit politik që e kemi fitu dhe mi dalë në zgjedhje. Por nuk është përgjësia jonë dhe nuk mund të na atribuohet neve se subjekt politik që jemi përgjes drejt për drejt për arsye se ne ofrojmë solucione. Të tjerët jënë ka e blokojnë procesin. Një solucione keni ofru, solucione që ju kanë ofru, tjerët si keni do. Solucioni me nismen është donë, solucioni me Lydykën është donë. Ne mendojmë që me Lydykën nuk mund bëjmë koalicion për arsye se Lydykëja mjaft ka qeveris me vendin dhe dim formë